Mbani gjethe dafine në shtëpi dhe përdorini në këtë mënyrë. Nuk të vuani kurrë nga këto 3 probleme. Gjethet e dafinës të njohura gjithashtu si lauzi dafina është një bimë me veti të jashtëzakonshme që ka qenë e përdorur ndër shekuj me radhë, jo vetëm për gatime, por edhe në mjekësinë tradicionale dhe atë alternative. Në këtë video, sipas Brightside, do të rëndisim disa nga përfitimet më të njohura të kësaj bime dhe vlerat që ajo do t'i ofrojë shëndetit tuaj. Duke u përdorur në mënyrë të rregullt dhe brenda standardeve, do të nxjisë një sër përfitimesh për trupin tuaj. Le të dëgjojmë deri në fund përfitimet që do të merrni nga përdorimi i gjethteve të dafinës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Ato përmirësojnë tretje. Gjethet e dafinës janë të njohura për aftësinë e tyre për të stimuluar procesin e tretjes. Ato ndihmojnë në uljen e inflamacionit të zorrëve dhe rregullimin e niveleve të acidit në stomak, duke kontribuar në një tretje akoma dhe më të shëndetshme. Ka në veti antimikrobale dhe antibiotike. Një tjetër përdorim i gjethteve të dafinës është lufta e infeksioneve të traktit respirator të sipërm dhe problemeve të fytit. Ajo ka veti antibakteriale, antimikrobale dhe ndihmon në eliminimin e bakterieve dhe mikrobeve të cilat dëmtojnë shëndetin tuaj. Ka antioksidant të fuqishëm. Gjethet e dafinës përmbajnë antioksidant që ndihmojnë në luftën kundër dëmtimeve oksidative në trup. Këta antioksidant ndihmojnë në parandalimin e plakës së parakohshme në luftimin e sëmundjeve që lidhen me moshën, duke pastruar trupin nga radikalet e lira. Ka veti të mira anti-inflamatore. Përdorimi i gjethteve të dafinës është gjithashtu i lidhur me uljen e inflamacioneve në trup. Ajo mund të jetë veçanërisht e dobishme për individët që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të tilla si artriti reumatoid, duke ofruar lehtësime dhe përmirësime të gjendjes. Ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Gjethet e dafinës ndihmojnë në balancimin e niveleve të sheqerit në trup. Ato kontribuojnë në uljen e rezistencës ndaj insulinës dhe përmirësojnë metabolizmin dhe gjithashtu nxisin metabolizimin e glukozës, duke u bërë një shtesë e dobishme për ata që kanë luhatje të sheqerit. Gjethet e dafinës janë një bimë e pasur me veti të shkëlqyera të ndryshme që ofrojnë përfitime të shumta për trupin, duke përfshirë në përmirësimin e tretjes, luftimin e infeksioneve dhe ndihmon në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm. Përdorimi i saj mund të jetë një ndihmë e vlefshme, sidomos në shëndetin dhe në parandalimin e problemeve të ndryshme. Po ju, a i përdorni gjethet e dafinës dhe a i dini të gjitha përfitimet kryesore që do të merrni prej saj? Gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheo. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A. Ky e fundit është një antioksidant natyral, që njihet për veti të mbrojtëse për shikimin, por edhe mbrojtjen kundër problemeve të mushkërive. Dafina ka në përmbajtje të saj nivele të larta të mineraleve të tilla si bakri, potasi, kalciumi, hekuri, mangani, zinku dhe magnezi. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretësit diuretik, që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve të ndryshme ushqimore. Përmbajtjet organike të gjethteve të dafinës ndihmojnë gjithashtu tretjen dhe qetësojnë stomakun e trazuar dhe zorrën. Gjethet e dafinës kanë efekte pozitive edhe për frymëmarrjen tuaj. Vaji i dafinës përdoret për të lyer kraharorin dhe gjithashtu për të ndihmuar kundër problemeve me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni edhe avullin që do lëshojë ajo, për të lehtësuar kështu edhe problemet tuaja të frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet rreptësisht grave shtatzana. Dafina është e mirë edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të flokut. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund të përdorni kështu gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni edhe lëkurën e kokës pas larjes. Papastërtitë e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu edhe lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira anti-inflamatore, çka do të nxisin edhe një organizëm më të fortë. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre
element të njohur të cilët reduktojnë irritimet në zona të caktuara, sidomos ato të prekura nga artriti. Dafina ka efekte pozitive edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy element të cilët japin forcë zemrës. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq dhe sistemi kardiovaskular do të përfitojë shumë prej saj. Dafina është një bimë shumë e mirë kundër problemeve të ankthit, gjithashtu edhe problemeve të stresit të tepërt. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese edhe gjithashtu qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, një element i cili ul hormonet të stresit në organizmin tuaj. Ndaj, gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin e momenteve stresuese, siç është ankthi i lartë. Gjethet e dafinës përmbajnë veti të mira ushqyese në mbrojtjen e organizmit, si dhe kundër komplikacioneve të tij. Receta me avullin e lëshuar nga dafina i hap rrugë frymëmarrjes dhe zhbllokon gjithashtu edhe hundët. Ekspertët rekomandojnë të zjeni 6 gjethe dafinë në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni atë nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. Mbuloni kokën sipër saj me një peshqir dhe merrni frymë afër enës. Kështu do të përmirësoni sistemin tuaj të frymëmarrjes. Gjithashtu, gjethet e dafinës mund të përdoren në forma të ndryshme dhe vetit e saj do ta bëjnë atë një prej produkteve më të mira për lehtësimin e komplikacioneve. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë organizmit tuaj në tërësi dhe mund të përdoren në forma dhe vlerat e tyre do të jenë nga më të larmishmet. Ato janë përdorur që nga lashtësia në mjekësinë popullore për trajtimin dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh, citon Elthisaj. Një recetë e vjetër që përdoret për lehtësimin e stomakut dhe të urthit gjithashtu mund të japë rezultate fantastike me përdorimin e gjetheve të dafinës. Për përgatitjen e kësaj recete do ju duhet edhe të ndiqni këto hapa. Kështu vlerat që do të merrni do të jenë vërtet të mira. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 10 gjethe të thata dafine të grimcuara dhe 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. Përzjeni bashk, hidheni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zjeni për 10 minuta. Pasi të kenë zjerë, duhet ta lini enën e mbuluar për 20 minuta dhe më pas edhe ta kulloni atë. Kështu rezultatet që do të merrni nga përdorimi i kësaj recete do të jenë mjaft të mira, sidomos edhe kundër problemeve që mund të hasni edhe me fryrjet e zakonshme të cilat ndikojnë në përditshmërinë tuaj. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer krearorin dhe për të lehtësuar problemet e frymëmarrjes. Nëse nuhasni gjithashtu edhe aromën e çajit të dafinës, do të keni edhe një frymëmarrje më lehtësuese, citon eksperti Elthisaj. Do të përmirësoni gjithashtu edhe shëndetin tuaj të flokut. Larja e flokut tuaj me ujin e gjetheve të dafinës do të jetë fantastik për përmirësimin e dukjes së tyre. Kështu rezultatet do të jenë më të mira. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë mund të përdorni me do e mos edhe gjethet e dafinës. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit që do të gjenden te dafina do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu lëkurën e kokës. Gjethet e dafinës janë fantastike, sidomos edhe kundër problemeve të ankthit dhe problemeve të stresit. Personat që vuajnë nga këto shqetësime mund të marrin lehtësimet më të mira me përdorimin e gjetheve të dafinës. Së bashku me trumzën, borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj linalol, një substancë e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit që çlirohen në një periudhë afatgjatë janë të dëmshme për trupin. Ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin e momenteve stresuese. Nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni recetat me dafinë, përpara përdorimit duhet të konsultoheni si fillim me mjekun tuaj, për të evituar kështu gabimet e mundshme të cilat mund të ndikojnë në përkeqësimin e çështjeve tuaja imunitare. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.